A ka rrezik të ketë shku në xhehenem pejgamberi? Jo, vallahi nuk ka rrezik. Profeti alayhi salam do të jetë në xhennet dhe në gradën më të lartë në xhennet. Sallallahu alaihi wasallam. Është njeriu më i zgjedhur i njerëzimit. Është njeriu më i dashur tek Allahu i lartësuar. Është ai që na ka treguar për të madhin Zot. Është ai që na ka treguar për xhennetin. Është adhuruesi më i madh i Allahut lartësuar. Është shembull që duhet ndjekur në çdo aspekt. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu i cili na tregoi rrugën e drejtë, rrugën që nëse njeriu e ndjek atë, ka ndjek dhe është bindur të madhit Zot. Allahu i lartësuar na thot në Kur'an: kush i bindet profetit, i është bindur Allahut. Në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, thuaj nëse e doni Allahun, më ndiqni, më pasoni mua. Me ndjek profetin sallallahu alaihi wasallam, me i zbatu porositë e tij, fiton xhennetin. Dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai ishte akoma gjallë në dynja, e dinte që ishte prej xhennetlive. Allahu na mundësoft të jemi me profetin alayhi salam në xhennet. Kështu që e udhës është që të mendosh për veten, të mendosh për të shpëtuar veten, për të shpëtuar prej zjarrit të xhehenemit. Profeti alayhi salam e kishte të siguruar xhennetin, ndërsa unë edhe ti le të përpiqemi me e fitu xhennetin.